Sigal Prishtina bashkimi, klasika e basketbollit kosovar, sonte është më e rëndësishme për bardhë e kaltrit e kryeqytetit që po luftojnë për vendin e 6 dhe të fundit i cili garanton play-offin, por një herësh po luftojnë edhe për mbjetesë së bashku me Vllazimin dhe Rahovecin. Nga ana tjetër, Portokallin Prizrenas tashmë e kanë siguruar pozitën e dytë dhe janë kualifikuar direkt në gjysmëfinale të play-offit së bashku me kampionën e pjesë së rregull Trepçën me cilën janë përsëri dy top favoritët për finalen e si vjet me startuesit Bellika Kruki, Clarence, Lomax dhe Sinani. Në anën tjetër për bashkimin Bunjaku, Shorten, Vamu, Lake dhe Janjeva do të jenë peshja startuese e trenerit Jović. Thash, për herë të fundit bashkimi kampion 2018. Sigal Prishtinës në play-off dhe mbjetesë, nga pozita e 6, e vetmja cila ka mbet në dispozicion Vllazimi, Sigal Prishtina dhe Rahoveci. Tentimi i parë, me të parën atje Muhamed Ali Janjeva, të gjitha ndeshjet natyrisht në art motion, Lomax për mrekulli në lartësi, Adrio Bailey të vendi me ngulitje për 2-3. Bunjaku, dikur edhe ai playmaker i Prishtinës në udhëheqjen e ku po japin kontributin e jashtëzakonshëm, tentim atje, shënimi Adrio Baileyt pranë Dekuan Lejkut, blok për Vamun i vetmuar Shorter, tenton mbi Clarence dhe dërgon të vendi Shannon Short. Zeqiri atje kërkojnë atje mbylljen e koridorit të pasimit për 3 pik mirë, po për mrekulli, Lejsoni për Iken Vamun, Lejsoni tani, po bombardon bashkimi. Shorter, Zeqiri vetmuar atje, Shorter i pagabueshëm, 19 pikve. Në anën tjetër për mrekulli, deporton dhe realizon pik të bashkimit. Sa buk, çfarë blokade atje nga Adrio Bailey. Pasimi bukur, por edhe blokade edhe ma e bukur. Në anën tjetër, Alex Lomax deporton, realizon. Valon Bunjaku deporton. Iken Vamu kësaj radhe nuk janë nal dorën. Në anën tjetër, Williams për mrekulli, deporton. Williams, Ismaili për Hajosajn, i cili e huq, por Jan Ismaili e përmirëson. Ndoj kuj tjetër, Zeqiri mbetet i vetmuar dhe bombardon. Rezultat, mirë po. Opa, Adrio Bailey. Veç më ton koshin. Çfarë ngulitje monstruoze nga Adrio Bailey. Por 26 me 36, 9 pikë të ti. Vamu pranë ti është Lomaxi, Shorter. Alex Lomax nga distanca e madhe në 100-ën e fundit të sulmit. Por 29 me 36. Prishtina e mori vetën e tani në aksion është Alex Lomaxi, Lomax për Adrio Bailey, betët i vetmuar për 3 pikë. Altin Morina për Elijah Clarence, i cili bombardon dhe në treshe. Janjeva e shpëton këtë top. Meritoni edhe një herë, tenton dhe edhe një treshe. Meritoni Ismaili. Edhe Prishtina beti pa 2 lojtarët, tentim për 3 pikë dhe Jalen Riley 5 pikë të ti. Në anën tjetër për mrekulli Valmir ka krujtje e mire bashkimit tani Shorter ka një pozitë e vështirë. Aty doshta pati edhe faul edhe pse Uglari thot se do të ndëshkoj me teknike 41. Tentimi Clarenceit për 3 pikë dhe e 4 që nga këta zicera e huq meriton Ismaili. Ufa, çfarë blokade e Altin Morinas për meriton Ismailit atje. Një ish Prishtinas, 22 pikët e realizuara është një bashkimi zone i cili vendos që të deporton në brendi. Ja pason Adrio Bailey. Asiston për mrekulli në loj. Zeqiri është kthyer Shannon Shorter.
tashme në kuadër të Gjiros 27. Sigora e cila mposhti vllaznimin të Shtunën me rezultat 86-82. Alex Lomak stopin e kap kundër sulmi shpejt. Arber Sinani. Bunjaku në brendi. Bunjaku e sheh korridorin e zbrast atje. Tentimi Arber Sinani, tani kapiteni në çastet Jalen Raleigh me tentim për 3 pikë dhe përgjigjet me treshe për ndërsa Pea dhe Golden Eagle Ylli po luftojnë për 16 si kur më po në histori. Kriza e skuadrës më të profeshme në gjitha kove me 4 trofe të fituara po vazhdon. Megjithatë mbetën edhe 3 xhiro dhe definitivisht tofte vllaznimi e pretrepshën në Mizajrisma dhe në fundi shkon Golden Eagle Yllit në derbi. Pra, një përfundim, një përmbyllje dramatike e kampionatit. Clarence dhe 10 pik Arber Sinani, Dublevic dhe Jovovici, dy malazezët të cilët njihen.